Gjykata e posaçme ka urdhëruar SPAK që të regjistrojë kallëzim penal dhe të nisë hetimin ndaj Olta Xhaçkës dhe bashkëshortit të saj Artan Gaçi për akuzën e shpërdorimit të detyrës, falsifikim të dokumenteve dhe pastrim të produkteve të veprës penale të kryer në bashkëpunim. Vendimi është marrë nga gjyqtarja Flora Hayredinaj, që më datë 28 shkurt, çka do të thotë që ka më shumë se një muaj që SPAK ka marrë urdhrin dhe mund të ketë nisur hetimet ndaj kandidatës për deputete dhe bashkëshortit të saj. Vendimi gjyqtares Hayredinaj vjen pasi eurodeputeti Fredi Beleri ankimoi vendimin e prokurorit Olsdado të datës 27 dhjetor që pushoi çështjen në ngarkim të çiftit Gaçi e Xhaçka. Bëhet fjalë për dhënien e një prone e cila sipas Belerit është jetërsuar dhe më pas i është shitur Artan Gaçit, bashkëshortit të ish-ministres së jashtme Olta Xhaçka. Beleri akuzon ish-kryebashkiakun e Himarës Jorgo Goro, Artan Gaçin dhe ZRVPP-n e Florës për falsifikimin që i dha 5512 metra katror tokë familjes Foto Mëhilli. Ndërkohë vendimi i GKK-o duket se ka surprizuar edhe vetë eurodeputetin Fredi Beleri që bëri ankimimin. Sot në mënyrë ishte për mua një surprizë urdhri i GKK-s në SPAK. Besoj se nuk ndryshon gjë, nuk ka për të ndodhur ndonjë gjë, çështja do mbyllet, sidomos për zonjën Xhaçka. Zonja Xhaçka vetëm për mua ka një pyetje, ishte pjesë e Këshillit të Ministrave që kishte dhënë lejen burrit të vet. Vendimi i gjykatës së posaçme nuk kthen besimin e Fredi Belerit te institucionet e reja të drejtësisë në Shqipëri. Sipas tij, ky vendim është pasojë e disa klaneve brenda mazhorancës që komandojnë në organet e posaçme të drejtësisë. Unë besoja në fillim se komandonte vetëm Rama. Tani shikojmë që ka klane të ndryshme brenda gjyqësorit, nuk ka të bëjë ai gjyqësor me pavarësi. Është një pastrim, jo secili pastron oborin e vet. Klanet, mafia brenda qeverisë zgjidh problemet duke përdorur gjyqësorin. Eurodeputeti kallëzoi në SPAK biznesmenin Artan Gaçi dhe bashkëshorten e tij, ish-ministren e jashtme Olta Xhaçka, gjatë kohës që ishte në burg. Sipas Belerit, Gaçi ka përfituar një truall në Bregdet në jug të Shqipërisë në mënyrë të parregullt, ndërsa bashkëshortja e tij ka ndikuar që Gaçi të shpallet investitor strategjik.